Avokat, do ta marrë. dje ka qarkulluar një lajm që ju nuk keni besim te Spaku, po flitet që një ministri i Ramës është piketuar, edhe ka qarkulluar emri i Maznikut. E keni parë, keni dëgjuar pse? I kam parë dëgjuar, po është qesharake kjo. Se duhet të më thonë këta të Spakut, këta çfarë janë? Janë agjenci lajmesh apo janë prokurori speciale? Se një prokurori speciale, zotëri, edhe një çdo lloj prokurorie, nuk nxjerr absolutisht asnjë lloj sekreti në media. Që ka dalë në media do thotë që është një fiasko, një fusk sapuni. Kaq. Transparenca. Cila transparent, prokuroria transparent, jo zotëri. S'ka asnjë detyrim prokuroria të bëjë transparencë me çështje edhe me krimet që jeton. Kush e tha këtë? Nga i gjetën këtë? Që kjo në emër të transparencës i thonë Maznikut apo kushdo që tjetë ai, se nuk e di kush është, po filloi që tjetë i thotë, ik, se ne jemi urdhëruar të kapim ty. Për tjetër gjë pse bëhet? Pse ju thoni që i dha sinjal që ta ratiset ashtu siç ndodhi me Ahmetaj. Po s'ka arsye tjetër. Pse e bëri? Mendoni që do largohet? Atë se di. Nuk jam më din atje. Po thonë që para zgjedhjeve kishte pasur kontrolle me agent BKH se prokuror të Spakut, domethënë çështja ishte serioze më duket. Dëgjoj, që kanë dalë në media këto nuk janë as pak serioze. Nuk janë as pak serioze. Se kanë dalë në media. Në qoftë se ju i qëndroni asaj që keni shprehur edhe më parë, klanet brenda shumicës, kush gëzohet më shumë brenda shumicës, qoftë se do ndodhte një arrestim i tillë? Shiko, atje është një lëkuni uqërish që secili përpiqet të marrë copën më të madhe. Varet si janë krijuar ato grupazhet. Sepse për gjithmonë ka pasur grupazhe në të partinë e punës së Shqipërisë, edhe në partitë e tjera ka pasur grupazhe dhe ka, po mos shkom tutje. Ne kemi 32 vjet që kemi të njëjtit kryetar partie. Sali Berisha vate 30 vjet kryetar partie. Si shoku e re. Ja, kaq. Po atë është një ember. E duan demokratë. Por vetëm që është një emberus. Lema më tregon mua se kush e vë, se në publik ashtu do thonë ata, u stërbotua, po në realitet nuk është ashtu. Në realitet është ai grupi i veçantë i vogël që e ka rreth vetes ai, dhe që u thot atyre të tjerëve sus se dini se çu gjën. Dhe prova ka dhënë për atë Sali Berisha, kështu që nuk ka. Po çfarë provash me dokumenta keni fjalën? Thash ka dhënë prova. Avokat, po Velia e thonë që ka kërcënuar nga qelia. Nuk e di kë ka kërcënuar dhe si e ka bërë kërcënimin. Me disa mesazhe në media, direkte, indirekte, shkojnë për drejtësinë këta, thonë disa, shkojnë për Ramën, thonë disa tjerë. Shiko, e kemi diskutuar dhe një tjetër në mos gaboj çështjen e Erion Velis. Erion Velia po zbaton atë kodin themelor që ka mafia, kodi hesjes. Erion Velia nuk do flas kurrë. Pra që kohë sa ka familjen jashtë. Jo jashtë e po jashtë të lirë. Nëse Erion Velis duan që t'i marrin deklarime të sakta dhe të denoncoj pislëqet që kanë bërë, duhet që t'i sigurojnë familjen, gjë që nuk ja bëjnë. Dhe ai ka frikë për familjen dhe nuk flet, dhe nuk do flasi. Po ta them unë që nuk do flasi. Ai kërkon të dalë në burgu, nuk kërkon të flasi. Po të ishte burg që do fliste, shiko, se ka një logjik të gjërave. Nëse ai do kërkonte të fliste dhe nëse do ishte i gatshëm për të folur, gjë e parë do bënte, do kërkonte o gjykim të shkurtuar, duke denoncuar gjithçka që kanë bërë bashkë, ose do thoshte tani mbaroi afati hetimit, po keni më tjetër, nëse s'keni prova tjera, po uja punë ato që ka mund dhe të mbaroj kjo punë njëre mirë. Prandaj nuk do flasë Erion Velia, mos prifen kot. Këto janë sheshka që i hedh vazhdimisht, o për të trembur këta që janë jashtë shokët e tij që të mos i zënë vendin, por nuk do flasit.
Unë jam I bindur që nuk do flasi. Avokat, ju thoni Velia nuk flet, Berisha nuk e lëshon partinë, Rama jo, po çfarë po ndodh atëherë? Jemi siç kemi qenë. Partia e punës në pushtet, ka që thjesht. Ka që thjesht. Domethënë ju nuk shikoni pres. Absolutisht. Berisha në pushtet është. Rama në pushtet, Dreqi, Ilir Meta dhe tjetë në burë, po prapë ka partinë, por në pushtet janë ata. Parat I marrin. Parat u vënë lumë. Nuk e di janë sekuestruar apo që janë sekuestruar parat e tyre, si që ka thënë profesor Pilinci, se di këtë, po të ishin sekuestruar parat, diçka do kishte lëvizur. Me ato I di ai,